Sipas një superkompjuteri, kjo është data e saktë kur do të shuhet jeta në tokë. Një ditë jeta në tokë do të vdesë dhe bashkë me të edhe njerëzimi. Por kur dhe si do të ndodhë kjo? Një ekip ekspertësh kërkojnë të përgjigjen kësaj pyetjeje me ndihmën e një superkompjuteri, duke zhvilluar 400.000 herë të ardhmen e planetit tonë. Shkencëtarët e Toho University përdorën modele të planetare të NASA për të krijuar simulime që tregojnë se si mund të ndryshojë atmosfera e planetit tonë. Sipas kësaj, në të ardhmen e largët, tokës do t'i mbarojë oksigjeni. Simulimet parashikojnë se në 1 miliard vjet, ajri që marrim do të zhduket dhe mbijetesa do të jetë e pamundur. Dielli do të vjetërohet duke u bërë më i nxehtë e i ndritshëm dhe duke ndikuar në klimën delikate të tokës. Uji do të nisë të avullojë, mbulesa e reve do të zhvendoset dhe temperaturat e sipërfaqeve do të rriten. Shtimi i nxehtësisë do dobësojë ciklin e karbonit dhe do të vrasë bimët që s'do të mund të kryejnë procesin e fotosintezës. Pa bimë nuk do të prodhohet oksigjeni. Pikjata e nivelit të oksigjenit do të bëjë që atmosfera të kthehet siç ishte përpara jetës njerëzore. Kjo do të thotë përqindje e lartë metani, që edhe pse në teori mund të ketë jetë, do të ishte e ndryshme nga ajo që dimë. Prandaj kërkuesit aplikuan mbi 400.000 herë një simulim kompjuterik duke ndryshuar çdo herë aspekte të ndryshme të modelit. Pra, çfarë do të ndodhë pas 1 miliard vjetësh? Kërkuesit thonë se do të ndodhë deoksigjenimi i shpejtë dhe toka do të jetë si 2.5 miliard vite më parë, kur ndodhi oksidimi i madh. Nuk dihet çfarë shkaktoi këtë ngjarje, por mendohet se përgjegjëse janë gjallësat një qelizore.